Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të radio televizorit të Zëri Liri. Jemi me ju sot e mërkurë datë 5/11/2025. Se çdo natë pranë mikrofonit të moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të jemi presum në bashkëpunim të emisionit të natës, ku sonte mund të bëni pjesë telefonata si çdo herë në numrin tim të pandryshuar të Viberit, falni, në +383 481 50970. Shpresoj se keni kaluar një ditë e bukur, shpresoj se të gjithë jeni shëndoshë mirë me familjet e juaja. Zoti ju rujtë dhe ju bekoft kudo që jeni. Falënderim i veçantë shkon për të gjithë dëgjuesit e rregullt të Radio Zëri të Lirë, duke i përshëndetur dhe duke i falendëruar dëgjuesit e ri që çdo ditë po jenë pjesë e juna. Respekt për të gjithë janë të përshëndetur në emrin tim personal dhe në emër të stafit të Radio Zëri të Lirë. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookut që të dhëm hapësirë edhe dëgjuesve tjerë pra të jenë pjesë e emisioneve tona. I përshëndes gjithë ju që jeni duke shkruar, gjithë ju që po komentoni, i përshëndes gjithë këta që janë duke na ndjekur dhe duke na shoqëruar dhe nuk janë duke shkruar, i përshëndes të gjithë edhe ata që janë mas perdeve. Faleminderit shumë. Filloj të përshëndes dëgjuesit, na shkruan Isak Kastrati, përshëndetje për të gjithë. Faleminderit Isak, të përshëndesëm mbrëmjet bukur e të mirë edhe për ju. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Enver Fadliu nga Barileva Heroike, ku na shkruan përshëndetje stafin, përshëndetje Shqiponia e Rezallës Heroike. E Kosovës Kreshnike, Lule Shabani, Allahu ju bekoft. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit, respekt për të gjithë. Faleminderit shumë Bacinver edhe ne të përshëndesim familjarisht, mbrëmjet bukur e të mirë edhe për juve, respekt nga unë dhe familja ime. Një përshëndetje na vjen edhe nga Ferdita, ku na shkruan në mirëmbrëma bukuroshe Lule Shabani bashkë me stafin e dëgjuesit të mbrëmjet e bukur me Radio Zërin e Lirë, respekt, kaloni bukur. Faleminderit Ferdita, gjithashtu mbrëmjet bukur edhe për ju familjarisht, respekt edhe nga ona jonë. Na shkruan Sokol Mataj. Përshëndetje Klodi, respekt për të gjithë, faleminderit Sokol, jeni tek Radio Zëri Lirë, të urojna mirëseardhje dhe të kalosh sa më bukur me emisionin ton të natës. Na shkruan si çdo herë dëgjuesja dhe mikja ime, shoqja ime dashur Hava Liçka nga Deçani Heroik. Përshëndetje Lule Shabani, respekt pa fund zemër, faleminderit të dashur Hava dhe të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Samedin Gabrica na shkruan përshëndetjen nga Ferizaj nga Gremja, më falni. Faleminderit shumë Samedin edhe ne të përshëndesim atje në Ferizaj dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Rahim Buculli na shkruan përshëndetje, faleminderit i nderuari Rahim, përshëndetje edhe nga ana jonë. Po ashtu një përshëndetje si çdo herë na vjen nga Presheva Heroike, ku na shkruan dëgjuesi jonë Fehmi Jahiu. Mirëmbrëma drejtoresh moderatore Lule Shabani, shumë përshëndetje nga Presheva. Me gjithë se pushimet vjeshtore nuk lanë, me pas pushim ju përshëndes dhe po bëj shpërndarjen respekt. Faleminderit shumë i nderuari Fehmi Jahiu dhe ne të përshëndesim familjarisht, të urojna argëtim të mirë. Faleminderit si çdo herë për shpërndarjen e faqes tonë të Facebookit. Na shkruan Adifeta Ajdari, përshëndetje Lule zemër, respekt e dashur dhe ju të gjithë ndëgjuesit. Faleminderit e dashura Elfete, të përshëndesim edhe ne dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Si çdo herë nga Minheni na shkruan dëgjuesja jonë Aurora, përshëndetje Lule Shabani, respekt Lule Shabani zemrush, respekt kalo bukur gjithë dëgjuesit e Radio Zëri të Lirë. Faleminderit Aurora, dhe të përshëndes zemër familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Po ashtu një përshëndetje si çdo herë na vjen nga Shkodra e bukur, ku na shkruan Meto Katalina. Radio Zëri Lirë, mirëmbrëma nga Shkodra me yllën e moderimit Lule Shabani, stafin dhe dëgjuesit, ku ju uroj mbrëmje të bukur për të gjithë nga një kafe. Faleminderit e dashura Meto Katalina dhe ne të përshëndesim dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim.
Faleminderit edhe për kafe, shëndet, bereqet dhe gjithë mirat për juve familjarisht. Sherif Shytin na shkruan në mbrëma të gjithëve nga Durrësi. Faleminderit i nderuari Sherif, të përshëndesëm atje në Durrësin e bukur dhe të urojna mbrëmje të bukur e argëtim të mirë. Po ashtu nga vendi i punës na shkruan administratori Radio Zërit e Lirë dhe vllai im Rahim Fegashi. Nga një kafe për të gjithë nga vendi i punës. Faleminderit vllachko, të urojna punë të palodhshëm dhe argëtim të mirë me emisionin tonë. E jopë për një që na shkruan respekt, faleminderit e jopë, respekt, faleminderit të urojna argëtim të bukur në vazhdim, respekt pa punë. Na shkruan Ismet Shala. Mirëmbrëma, përshëndetje për të gjithë, faleminderit i nderuari Ismet Shala dhe ne të përshëndesëm dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe argëtim të mirë. Po ashtu nga Peja Bukur na vjen përshëndetja radhës nga Elfete Mehmeti, ku na shkruan përshëndetje u shtëpia madhe, përshëndetje Lule Shabani zemër. Ju uroj mbrëmje sa më të bukur, respekt me nga një kafe, faleminderit shumë zemrush edhe unë të uroj familjarisht, përzemërsisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe argëtim të mirë në vazhdim. Na shkruan Doc Hysenaj, mirëmbrëma u shtëpia e madhe e shqiptarëve. Faleminderit i nderuarin Doc Hysenaj, të përshëndesëm, të falenderojna dhe të urojna mbrëmje të bukur në vazhdim. Na shkruan po ashtu një përshëndetje edhe Aferdita Jusufi. Lule Shabani, përshëndetje zemër, përshëndes për të gjithë dëgjuesit, kaloni bukur, respekt. Faleminderit të dashura Aferdita, edhe ne të përshëndesëm dhe të urojna mbrëmje të bukur e argëtim të mirë. Faleminderit shumë. Shkoj tutje duke e lexuar komentin e radhës që na vjen pikërisht nga Italia, nga Aferdita Pozhegi Potesta. Përshëndetje e bukur a Lule Shabani, stafin e ndëgjues të mbrëmje të bukur, respekt, kaloni bukur. Faleminderit Aferdita, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju familjarisht, të urojna dhe të falenderojna siçdoherë që je bashkë me neve. E përshëndesëm edhe Aslan Kastratin. Vazhdoj me përshëndetjen e radhës ku na vjen nga Deçani Eri, nga shlimtari jonë Gjevdet Aliçkaj, ku na shkruan. Përshëndetje Rrytyve Zëri Lirë, stafin, drejtoreshën, moderatoren Lule Shabani, përshëndetje për ju dëgjues të mbrëmje të mirë. Faleminderit shumë i nderuari Gjevdet Aliçkaj, edhe unë të përshëndes familjarisht, përzemërsisht dhe të uroj shëndet dhe gjithë mirat e respekt pafund nga unë dhe familja ime. Një përshëndetje na vjen edhe nga miku jonë dhe dëgjuesi jonë Vilsan Prenaj, ku na shkruan Vilsoni. Lule Shabani, përshëndetje nga vendi i punës ju dhe ndëgjuesit e respektuar të Radio Zërit e Lirë. Faleminderit shumë i nderuari vendas dhe dëgjuesi jonë i mrekullueshëm Vilsan Prenaj, të urojna punë të palodhshme, gjithë mirat për ty familjarisht dhe respekt pafund nga familja dhe nga unë Lule Shabani. Përshëndetja radhës pikërisht nga Zagrepin, nga shlimtarja jonë Gjyste Ukaj, ku na shkruan. Përshëndetje Lule Shabani, ju përshëndes nga Zagrepi, ju uroj mbrëmje të mirë për të gjithë ndëgjuesit. Faleminderit e dashura Gjyste, edhe ne të urojna mbrëmje të bukur, argëtim të mirë dhe pushime të bukura atje në Zagreb. Ana Rosi, përshëndetje Ana, mirë se na erdhe, të përshëndesëm dhe të falenderojna siçdoherë, respekt pafund. Vazhdoj. Përshëndetja tjetër na vjen nga dëgjuesi jonë Imran Aliv, ku na shkruan përshëndetje Radio Zëri Lirë, përshëndetje gjithë prezent, gjithë dëgjuesit prezent, me kafe dhe ëmbëlsirë. Faleminderit shumë Imran, të përshëndesëm, të falenderojna dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe argëtim të mirë në vazhdim. Shkruan shlirimtari jonë dhe dëgjuesi jonë
që me të vërtet kam një respekt të veçantë Selman Palloshi, përshëndetje për të gjithë respekt. Faleminderit shumë Selman, respekt edhe nga ana ime, Zotit e rujtet të bekoft familjarisht, respekt pa fund. Po ashtu përshëndetje radhës çdo dëgjues më mirë se titri. Qa me thonë? Nga vendasit sen Lausha ku na shkruan. Përshëndetje mi mbrëma gjithë dëgjuesit të shtëpisë së madhe të Radio Zëri Lirë me moderatore Lule Shabane, respekt pa kufi moderatore dhe ju dëgjues të mbrëmjet e bukur. Faleminderit i nderuar i vendas sen Lausha dhe ne të përshëndesëm familjarisht, të urojna mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë, respekt pa fund. Ndëcë Roshi nga Tirana ju uroj mirë mbrëma. Faleminderit i nderuari Ndëcë, edhe ne të përshëndesëm atje në Tiranë dhe të urojna argëtim të bukur me emisionin tonë të natës. Na shkruan dëgjuesi jonë nga Podguri, Isa Bajrami, ku na shkruan mbrëmje të mirë Radio Zëri Lirë, mbrëmje të mirë dëgjues. Faleminderit shumë Isa Bajrami dhe ne të përshëndesëm dhe të urojna pushime të mira. Faleminderit si çdo herë që je bashkë me neve, respekt pa fund. E Lili, mirë mbrëma për të gjithë, përshëndetje Lule Shabane zemër. Faleminderit e dashura Lili, gjithashtu edhe të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Gjevdet Shaqiri, mirë mbrëma, përshëndetjen nga Slovenia. Faleminderit i nderuari Gjevdet Shaqiri, edhe ne të përshëndesëm atje në Sloveni duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Sante është mjekja kujdestare a mjeku? Dujna mi kombinu sante edhe mjekun edhe mjekën. Selman nuk dujna mi lënë vaj asnjanin. Na shkruan e dëgjusja jonë Lumturi Vela. Përshëndetje Radio Zëri Lirë, përshëndetje moderatore zonja Lule Shabane, respekt për të gjithë në dëgjusit. Faleminderit e dashura Lumturi Vela, dhe unë të përshëndes dhe të falenderoj duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Na shkruan në Recep Gashi, përshëndetje për ty, Lule Shabane dhe gjithë dëgjuesit e juaj. Faleminderit të nderuar Recep edhe ne të përshëndesëm dhe të urojna mbrëmje të bukur e artim të mirë. Kthehna pas pak, me siguri ka harru pula qelë Selmani edhe ushku e i kam shel kaqakon. Sante kemi edhe të nderuarin vendasin dhe dëgjuesin ton Abedin Berisha, që ka njëherë për na mungan, do minuta Abedin. Të përshëndes vendas shumë, të falenderoj e Përshëndetje pikërisht e lexoj komentet që na ka shkruar Abedin Berisha Drenica. Përshëndetje vendase dhe ndëgjues me kafe. Ky rëndësën, ky ngratë s'ka pare, ky rëndësën që shtëna gjetë kanë ja. Ma pallim t'i ka. Vendas, respekt për ty familjarisht, Zotit e rujtet dhe bekoft. Faleminderit për kafe, faleminderit për cigare, faleminderit që edhe pse me shumë punë, çdo herë je bashkë me neve. Respekt nga unë dhe familja ime dhe stafi i Radio Zëri Lirë. Lule Shabani, respekt zemër, na shkruan Aferdita Jusufi, faleminderit zemër edhe nga ona ime, respekt pa fund. Lule Shabani, ma hjeke gajlen që ta pas perde, valla po, këta kum bo për natë mi përshëndet, po këta kam i përshëndet 2 herë. Njëherë kështu me zan, e njëherë pa zan, lfejte. Du me marrë një telefonat. E kemi pra edhe telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe Isak. Mirë mbrëma e mirë se gjithë e nderume. Mirë se na erdhe o nderuni Isak, po ç'është kemi bre? O valloj mirë, e këtë nome me ju, halo ma mirë. O Zotit gëzoft të gjithmonë qofsh mirë familjarisht. O bashkë me juve, më delë që thua telefonon të apore. Po, i pori jeti. Alla pas kam me qku more. Po thua. Ah, Për Zotin hiq më thujo, se sa herë thërsht i pori, mas mirim shka në misioni. e shohë Allah më qashtu që shpahu ti. A di pse, Isak?
Se na jemi me satelit vjetër edhe të një këta qathirën për mas kanë qore pa jo për mbojt reglav të una me satelit vjetër. A din? Inshallah o qashtu. Po thu inshallah, a? Edhe pa inshallah heq. Isak, qësh je familjarisht, a je mirë me shëndet? Mirë, nuk o keq. Mirë. Inshallah gjithmonë je mirë. Po çka po bani e çka po vynia? Po, ja kanë nis ka pak me dhe drun të ju pragatit për dhimbjen e qështu. Isak, apo keni t'juvet apo dëhet me dal me vjedh në këjshin akon? Valloj, me tonë drejten, si pas vaj. Isak, unë hajgore po në Isak. Valloj, ti shka dush. A dip se thash. A dip se thash, se njëherë në emision nuk po më kujtuhet që sa i kovesh na ke pas kallëzu që të kanë dënua aty a vllam tana nuk e di që i ka vjedh dhe dru. Valloj, qashtu akon. Zotit knaq ti me familje jora be. Po, të më vesolla. Isak, qka do të në thua shtonte? Sa dhe 5 vite me parë ish presidenti, ish kryeministri i Kosovës dha dërheqje dhe o nese për ne hak. Qka ka ndryshuar gjatë këtyre 5 vite dhe si ndin veten ti si qytetari i Kosovës që shlirimtare tanë po mohen padrejtisht në burgjet e Hagës? E ndërume, të kote me qëllume, po ti tema ti ki gjithë të minja, po kësë më të ka dishka jashtë zakonisht ma mirë. Isak njeri i mirë, unë e mirë jam vetën edhe temat i bajt mira. Aja kuptuhet. O zemrën e kam të mirë, zemrën e kam të mirë, o Isak. Nuk ja du të keqen kërkuj, heq. E di. Pasha zote, ja. Faleminderit që më pak shaka mund të vazhdash, Isak, qëfar dhe të në thuash? Unë që tash kështë i përqirë lojme, të i poshu që jam, ata bukurat e levë që i kjem atje, e kur i po, thave që këta, thaj sola ma të fëdej kanë minë shumë. O shumë vëlloha juar, po sot i kanë bu 5 vjetë, që gjindën atje, po unë i pini shumë njerës, po unë mesin e që atyne jo me dhe unë, që me posë mundësi pa le di dhe unë isha shkun me në tyne, ata i qa pun ka. Wow. Po, sa keme bon, e kem të shqipfur, sa kësoj dhe ma za ma keq. Mendimi juaj, qka ta mërmenja Isak, a do të trimfoj drejtësia dhe të liruhen shlirimtarë tanë të pafajshëm dhe të kthehen në vendlindje dhe në Kosovën tonë të dashur? E nderume, me paspos, me konja drejtësi që shduhet, por nuk ka. Mendimi jemi, se me konë drejtësia, ta më atja duhet me konë ka. Po atja drejtësi s'kesh. Kjo ma shumë, më mërmenja jemi, është lidhje me politikë. Se normal ata duhet me konë komëti, e ju që 5 vite me ne atje pa drejtësisht. Nisen që kanë mbrojt progën e shpizë vetë. Shumë e vërtet është. Jem qysh jem. Na ta që në metën së kur ata fëminja jetima që jenë pa prendë. A kemi bomba, me qenë se qeverin nuk po e përzi se qeveria bjen automatikisht poshtë, se aja s'ka bo korgjo, është një qeveri që me të vërtet gjithmonë u lutë pej fillimi që me shku këta atje ku janë sëd, por ne si popull, a kemi arrit të bëjmë diçka për shlirimtarë tanë, me qenë se kemi bajtja 2-3 protesta, edhe kanë qenë madhështore, respekt për të gjithë ata që kanë qenë dhe kanë kontribu dhe kanë shprej atë që me të vërtet ju mungojnë shlirimtarë tanë Kosovës dhe popullit shqiptar, por a kemi mujt gjatë këtyre 5 viteve të bëjmë edhe diçka ma shumë për këta shlirimtarë tanë që gjinden atje? Kemi mujt me bu alo ma shumë, ku në fundit jem të bu diçka për pak vën. A kemi mujt me bu ma shumë. Na si pu, për kemi mujt me bu pak ma shumë, po një aspekt pak
kemi heshta, kemi ne në gjumë, as pa di që shmu shprej. E pak e kemi njës vën, pa ma mje vën se heq. I sholla dë zëvëti. Sfaguzej me thonë ma heret, po i sholla dë zëvëti, ku se kojmë që vjen pranveja në herë me lullëzu gëmen. Me do lullat. E me kënu bilbyllat, i sholla ta e në mesin të unë. I sholla nesër. Amin inshallah. I sholla nesër. Po me thonë nesër, qefin e kom, po mundësia son. I sholla dhe zuë të bilim pranvera, që ku të në vjen, që këzuemi për pranverën, sholla këzuemi edhe për ta. Amin inshallah, lutja jute në vesh Zotit edhe në vesh drejtësis, edhe është Zotit që sa ma parë gjindin pran familjarve edhe pran Kosovës të ndashur, se me të vërtet ju mungojnë dhe janë, është e pa drejt që shlirimtarë tanë që kanë brojt pragun e shpisë dhe të gjikohen pa drejtësisht, po dhe Zotit që sa ma parë të vinë, që me thanë, s'ka masën fjallë për Zotin. Ti më thohe porë, më thohe sholla këneu që është me familje të unë, më thohe. Po. Edhe unë të pas prej në pak në ryshe. Aj, njeri, që e qunë vetën shqiptarë, edhe këneuqet me ata që jonë atje, kur Zoti më se këneuqet. Kush dhe qoftaj? Se kem shqipfur, se unë pishe pashkrujnë për mes Facebookit. Pa ata pashkrujnë shqip, se mi u bo analiza, ata 99.9% ata shqiptarës janë. E pishe që pashkrujnë gjithë shka. Po kush këneuqet për ata që jonë atje, kur shpit vetaj më su këneuqet. Edhe ma shumë nuk për Zotë e ndërume. E sa kë unë nuk po tham as gjan, ato veç Zoti inshallah qyshe ka zemrën gjithë kuja jep, e inshallah drejtësia triumfon, e lirohen, e vohen bashkë me familjet, qa me thonë se për Zotin, s'kam fjallë, nuk kam fjallë. Oj motra jam. Orda. Kua breja drejtësi. Kua. Me pas ku more mirë me posë drejtësia ta ishin mesin të unë. Po s'ko kur gjon këtu edhe në metër, pa tuk që s'jona ta këtu në s'kem edhe shtetë. A s'kem kur gjon. E në metë suka ta zajt e pullës, këja mërë pullën gjurëqina. E jesin visë zajt pa në unë. Në e në metë që ashtu. Shumë e vërtet. Se nështë në kuj vjen mërzi që minim të fjollë, po e një orë mërzi, kur mërzija më s'ju jek për dire. Ai qatë derë të kam, te Radio Zëri Liri dhe këto gjithaher është dhe respektuhet fjalla e lirë. Pse jo, mund të vazhdash sot kish qef, as njëherë nuk janë minutat e kufizun të edin. Kështu që unë të falenderoj, po të falenderojnë shumë dëgjusë dhe pëthujnë të lumë të sakë për këtë fjallë, që do me thonë që absolut nuk ka kunder, por të gjithë janë në përkrahje të shlirimtarëve dhe janë të pajtimit me atë që ka thua ti. Ndëru me jo me në emocione. E di. Pa thëmë sinqerisht. E di. Të unë më dhënjë po Jakubi më dhënjë ma shumë, se unë ma shumë. E kështu që natën e mirë. E sa natën e mirë, falenderit shumë. Se jam ka muja s'me thullë. Po të kuptaj, natën e mirë. Natën e mirë e respekt. Të dëruar dëgjusë, e përshëndesëm dhe falenderojmë Isa Kastratin, me të vërtet me emocionoj edhe mu, se kur e shofëm një dëgjus tonin, një shlirimtar tonin, që i ka këtu emocione për shokët e ti që pa drejtësisht pëmbohen, që 5 vite atje, me të vërtet është Isak, Zotit rujtet bekoft, Zotit adho shëndetin dhe është Zotit që sa ma pare dhe ata ti në mesin tonë. Se nuk kam fjalla sonë. Unë të shkoj me i pikë muzikure edhe dhe të qëtësuhëm pak edhe dhe të këthejeme njëherë. Ju kërkoj falje, po më dohet pa tjetër shkoj me një pikë muzikure.